Përdorimi I pesticideve në bujqësi është I pashmangshëm, por ai duhet të shoqërohet me përdorim të kontrolluar dhe monitorim të vazhdueshëm. Sipas specialistëve, mungesa e tyre do të cillte jo vetëm ulje të sasisë dhe cilësisë së prodhimit bujqësor, por edhe rritje të rrezikut nga myqet dhe aflatoksinat, të cilat paraqesin rrezik për shëndetin e konsumatorëve. Përdorimi I pesticideve është patjetër I domosdoshëm, por detyra jonë është që ne të rekomandojmë pesticidet e lejuara, ato pesticide që në përgjithësi kanë një shkallë degradimi shumë të shpejtë, ato pesticide të cilat kanë efekte toksike sa më të ulta tek njeriu, dhe është shumë e rëndësishme rekomandimi I dozave të sakta dhe I periudhës së karencës. Për të garantuar produkte të sigurta, ekspertët vlerësojnë se është e nevojshme rritja e kontrolleve nga institucionet përgjegjëse, si dhe bashkëpunimi më I ngushtë mes agronomëve, fermerëve dhe laboratorëve që monitorojnë cilësinë e produkteve. Mungesa e kontrolleve u ka lënë hapësirë fermerëve për të ecur pak me njohuritë e tyre ose me njohuri jo të përshtatshme. Në rast se do ketë kontroll më të fortë, ata do të detyrohen që të kenë bashkëpunim më të fortë me agronomin. Pikërisht për këtë, Universiteti I Tiranës dhe Universiteti Fanoli I Korçës po zbatojnë një projekt të përbashkët që synon përcaktimin e mbetjeve të pesticideve në mollë, një nga produktet më të rëndësishme bujqësore të qarkut të Korçës.